Thuhet se kjo vajzë humbi nëpërmjet pasqyrave. Pra, pasi regjistroi këtë video, u zhduk. Kjo sekuencë është regjistruar në vitin 2001. Le ta marrim këtë si fantazi, por sipas disa ulumtuesve, nëse pasqyrat vijnë në një pozicion eksakt, një apo disa prej tyre, tregohet se krijohet një portal dimensional. Në fakt, ka njerëz që për të kryer meditimet e spiritizmit përdorin pasqyra, dhe tani do t'ju them se përse. Së pari, nëse vini dy pasqyra përballë njëra tjetrës, krijohet një imazh i pafund i vendit ku gjendeni. Pra, refleksi i çdo imazhi riprodhohet në pafundësi. Tani le të futemi më në detaj për të kuptuar disa fakte të rëndësishme për të qenë më të qartë. Duhet nënvizuar se pasqyra nuk reflekton majtas apo djathtas, por ajo veç kthen mbrapsht atë që ka përpara, pra atë që pasqyra sheh. Për ta kuptuar më mirë, nëse do të ishim të padukshëm, pasqyra nuk do të na shihte. Me pak fjalë, janë senset tona që shohin atë që ka pasqyra reflekton. Shkencërisht quhet iluzioni i pasqyrës, sepse ekziston vetëm në mendimin e atij që e vëzhgon atë. Pra, le të nënvizojmë se janë senset ato që shohin atë që ka projektohet nga pasqyra. Në fakt, ka një teori ku thuhet se pasqyra nuk duhet mbajtur në dhomë, sepse thonë se janë portalet e energjive. Ka disa filma fantazi për këtë, ku tregon se disa njerëz mbulojnë pasqyrat me rroba, sepse nëse e shikojnë, pasqyra mund t'i thithë shpirtin duke e përcjellë në një tjetër botë. Megjithatë, të gjithë e dinë që pasqyra ka diçka të veçantë. Për shembull, duhet nënvizuar se pasqyra të dhuron atë çka ti dëshiron. Nëse e sheh çdo ditë dhe i kërkon diçka, për shembull ti je i mençur apo dhe i bukur, ajo ta dhuron. Nuk dihet nëse është bindja e mendjes apo ndodhin fenomene paranormale. E megjithatë, ky është fakt. Pra, atë çka ti emeton duket sikur pasqyra e percepton, mandej e krijon. Por po ju them dhe një tjetër sekret. Bëni një test me një familjar, një shok apo një shoqe. Qëndroni përballë pasqyrës që të dy dhe shikoni fytyrën e njëri tjetrit, pra jo tuajën, por të tjetrit. Dhe aty do zbuloni diçka që nuk është e mundur të shihet me sy, por veç me anë të pasqyrës. Pra, me anë të pasqyrës do shihni defektet e fytyrës së tjetrit, për shembull, një sy më të vogël, apo një anë të fytyrës ndryshe nga tjetra, ose buzë apo unë të shtremt. Këto defekte nuk keni për t'i vrejtur kurrë me sy, por veç me anë të pasqyrës. Ky pra është një nga faktet që pasqyra ka diçka, dhe që ajo legjenda pasqyrë moj pasqyrë ndoshta ka dhe bazë të vërtetësisë. Nëse do të bëni testin, nëse mundeni, lini komentit tuaj në këtë video se çfarë mendimi keni për këtë. Kalofshi bukur. Pasqyrë moj pasqyrë e dëshirave të thellësisë. Kush është më i bukur i të më bukur ai mbretërisë?